Le të shohim së bashku në fjalën e Perëndisë sot. Libri i Zakarias është një libër në fakt i vështirë për të trajtuar edhe shpeshherë i shmangur nga kishat për të mos u ekspozuar për shkak të shumë gjërave që ka, sepse është si libri i zbulesës. Nëse libri i zbulesës në vjetën e re, atëherë Zakaria është si një lloj apokalipsi ose një lloj zbulese nga Perëndia që është në vjetën e vjetër. Në fakt pas Isaias është Zakaria që flet më shumë se çdo gjë tjetër për ardhjen e dytë të shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Edhe ne kemi qenë tek Zakaria dhe ne kemi mbaruar tani një cikël faktikisht 6 kapitujt e parë, po 6 kapitujt e parë ne pam për hyrjen edhe për bekimet që Zakaria i dha në mënyrë që të inkurajonte popullin e Perëndisë për të ndërtuar tempullin. Gjithashtu Zakaria 7 edhe 8 janë ato që do të shohim sot, të dy kapitujt janë të lidhur së bashku që na tregojnë për rregullim të fokusit nga ana frymërore, edhe Perëndia na ndihmon si të jetojmë të tashmen, edhe gjithashtu duke parë të ardhmen përpara, ndërsa Zakaria 9 deri në 12 na jep barrën e njeriu të Perëndisë. Dhe barra e njeriu të Perëndisë që Zoti ka vendosur mbi supe është mbi atë e cilën është tema e gjithë Biblës. Themi i dytë i Zotit tonë Jezu Krisht, ne do të shohim ato së bashku përpara. Zakaria është një libër inkurajues, një libër nxitës për të përfunduar punën e Perëndisë. Vetë Zakaria do të thotë që kujton, domethënë Perëndia kujton, por ai është biri Berekiahut edhe biri Idos, që do të thotë Zoti kujton ose Zoti nuk ka harruar, edhe Zoti të bekon edhe gjithashtu në kohën e tij. Pra Perëndia kujton të bekojë në kohën e caktuar. Një ditë bekimi do të derdhet mbi secilin prej nesh, mbi popullin e tij në kohën e Perëndisë. Edhe kjo është e rëndësishme për këtë. Ne nuk duhet të harrojmë që Perëndia nuk ka harruar Izraelin, po Perëndia nuk na ka harruar as ne, sepse është i njëjti Perëndi. Edhe Bibla na thotë Isaia, për shembull 49, thotë: "A mundet një grua të harrojë foshin e xhirit të vet? Një nën nuk mund të harrojë fëmijën e vet." E megjithatë, thotë Zoti, nëse ndodh që ato të harrojnë, unë nuk do të harroj. Sepse ekziston mundësia që një nën ta përflak fëmijën. Po kur Perëndia nuk mund të bëjë këtë me njerëzit e tij. Është e mahnitshme apo jo? Ky është Zoti ynë. Tani, ky i drejtohet Izraelit. Ne e dim Isaia në kontekst është me Izraelin, por shikoni pak, sepse nuk zbatohet vetëm me Izraelin. Vargu më poshtë thotë: "Ja, unë të kam gdhendur në pëllëmbët e duarve të mia. Muret e tua më rrin gjithnjë përpara syve." Unë të kam gdhendur. E dini çfarë ndodhi me Jezu Krishtin kur ai u ngrit nga vdekja? Ai kishte ende shenjat e gozhve. Për shkak të vdekjes së tij në kryq, ne morëm jetë. Për shkak të sakrificës së tij, ne u rilindëm edhe kemi hyrje të Perëndia dhe jemi bijtë të Perëndisë. Edhe Zoti duke thënë, kur u therë Perëndia, përveç se në kryqin e Kalvarit, kur mori ato shenja në gozhë, shenja në duar, përveç se në kryqin e Kalvarit. Prandaj zbatohet në mënyrë të drejtë për drejtë, por ne të kam gdhendur. Domethënë Zoti është gjithmonë duke parë, ku shikon duar, ai është duke parë. Kjo është arsyeja pse vdiqa në kryq, që të blej, sepse është e pamundur pa gjakun tim të mund të kishe hyrje te Perëndia. Është e pamundur pa gjakun tim të vije në prezencën time. Edhe prandaj është një dashuri e madhe ajo që Perëndia ka dhënë, nuk do të harroj. Edhe Perëndia nuk na harron. Edhe ajo që duhet të mbajmë mend, ndërkohë që jemi duke shërbyer Perëndisë, është ai nuk më harron. Ai është ai që kujton. Po gjithashtu te Jozue 1:9, a nuk të urdhrova unë? Je fort dhe trim. Mos ke frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh. E ne jemi lënë këtu, nuk u morëm në qiell. Pse nuk u morëm në qiell? Sepse Perëndia ka një plan me ne. Cili është plani që Perëndia ka me ne? Që të mund të ndajmë atë lajm të mirë që Perëndia në mirësinë e tij na dha ne. Edhe nëse dikush nuk do të na ndante lajmin e mirë, ne do të ishim ende në mëkat. Ende pa gjithashtu në faje, dhe gjithashtu kur të vdisim do shkonim në ferr. Po lavdi Zotit. Perëndia dërgoi dikë tek ku. Edhe bëri atë, edhe ai e bëri atë falas. Edhe ai e bëri në bindje ndaj Perëndisë. Po Perëndia na ka dhënë tani të njëjtë mision që u ka dhënë atyre që sollën ungjillin tek ne, të njëjtë mision që ne të mund të sjellim tek të tjerë. Edhe në kontekstin e rindërtimit të tempullit, ne jemi duke ndërtuar një tempull gjithashtu. Cili është tempulli? Nuk është prej guri, nga ana fizike, por është prej gurës të gjallë. Kisha e Jezu Krishtit është tempulli i Perëndisë, thuhet te Efesianë 2. Atë me këto gjëra në mendje, ne kemi hyrë te Zakaria për të kuptuar jo vetëm çfarë po ndodh me Izraelin, por gjithashtu edhe si Perëndia na mëson ne të zbatojmë këto gjëra në jetën tonë. Atë sot do të kemi pyetje përgjigje me Perëndin. Edhe nëse e dini që do dini faktikisht që ne kemi pyetje dhe presim përgjigje.
Po në Bibël shpesh herë ka njerëz që bëjnë pyetje të ndryshme dhe kërkojnë përgjigje. E mbani mend librin e Zanafillit? Abrahami çfarë nuk bëri me Zotin? A do të shkatrosh ti në qoftë se ka 50 të drejta aty? E Zoti tha, nuk do të. Po si kur o Zoti, atë kam një pyetje tjetër, presim ata 50, edhe vazhdoi numrin, pyet, përgjigju. Habakuku gjithashtu pyeti edhe tha Zot, nuk kuptoj ca gjëra. Pse ka shumë gjëra po ecin në botë? Domethënë duket si pa besi, nuk ka ndonjë gjë që po e gjykon e gjithë këto gjëra të ndryshme. Çfarë po ndodh o Perëndi? Ti ke sy tepër të pastë për të parë të keqen. Si ka mundësi që i duron këta njerëz? Edhe Zoti në mirësinë e tij përgjigjet gjithashtu. E ne do të shohim faktikisht që kapitulli 7 edhe 8 të Zakarias kanë të bëjnë pikërisht me këtë. Kemi një pyetje që bëjnë në shtëpinë e Perëndis edhe kanë me Perëndin pyetjen, por gjithashtu kemi edhe një përgjigje, po të vini re siç e pat, kapitulli 7 edhe 8 është një linjë e tëra. Fillon me kapitullin 7 e përfundon në fund në vargjet e fundit të kapitullit 8. Edhe ajo që dua të ndaj me ju përpara se të zbuloj pyetjen, edhe pastaj përgjigjen, edhe do të shohim këtu së bashku, është të kuptojmë kohën ku jemi. Kohën ku jemi është shumë e rëndësishme. Ku jemi këtu në këtë kontekst? Jemi në kohën, në pikën kur njerëzit e Perëndis janë duke rindërtuar templin. Domethënë nuk ka përfunduar tempulli akoma. Sepse në qoftë se krahasoni shkrimet me kujdes, shikoni te Zakaria 7 vargu parë, si filluam. Në vitin e 4 të mbretit Dar, kur Zoti i jep evidencat edhe datat, nuk i jep rastësisht, por ai dëshiron që t'jemi të vëmendshëm. Çfarë po ndodh? Sepse të gjitha gjërat që shkruan në të kaluar shkruan për mësimin ton. Edhe Perëndia ka diçka për të na mësuar në këtë. Po viti 4 i Darit është koha kur ata bëjnë një pyetje. Edhe gjithashtu na jepet që te Zakaria kapitulli i parë thotë në muajin e 8 të vitit të 2 të Darit, fjala e Zotit drejtohet. Pra kur kemi vitin e 2 të mbretit Dar, ajo që ndodh është që filloi ndërtimi i tempullit. Po shikoni çfarë ndodh kur përfundon ndërtimi i tempullit. Tek Ezra kapitulli 5 na jepet që tempulli ka përfunduar në një kohë. Edhe thotë tempulli u përfundua në ditën e 3 të muajit të Darit, që ishte viti i 6 i mbretërimit të Darit. Atëherë Zoti ka folur në një kohë në mbretërimin e Darit, edhe kemi në vitin e 2, pastaj është bërë një pyetje në vitin e 4 dhe përfundon tempulli në vitin e 6. Besoj se jemi të qartë me këtë. Pra, jemi në kohën pak përpara se të përfundojë tempulli. Por ndërkohë tempulli ka filluar kohë përpara, e dim këtë, pastaj vazhdoi 16 vjet më vonë edhe tani kemi këto. Në qoftë se shikojmë kohën e kishës, edhe në qoftë se ka një periudhë që është më afër se kur mbarimit të rindërtimit të tempullit ose mbarimit të ndërtimit të tempullit të Perëndis nga ana frymërore, është kisha e Laodices. Pa ne jemi shumë pranë. 2 vjet në atë kohë ishin shumë afër. Unë nuk e di sa kohë ka ngelur derisa Zoti Jezu Krisht të vi. Por ajo që koha që ka ngelur është shumë e afërt me kohën tonë, në kontekst që njësoj ashtu si ata ishin shumë pranë mbarimit të rindërtimit të tempullit, ne jemi shumë pranë mbarimit të punës Perëndis me kishën e tij. Që do të thotë që pyetja që ata bën është shumë e çmuar për ne nga ana frymërore. Sepse na jep mundësi si të vazhdojmë ne derisa Boria të bjerë. Si të vazhdojmë ne derisa tempulli të mbarojë së ndërtuari. Sepse fjala e Perëndis na tregon që ne jemi duke ndërtuar një tempull të gjallë. Te Efesianë 2 vargu 20 na tregon që kisha e Perëndis është tempulli i Perëndis. Por gjithashtu ne jemi përbërë prej gurë të gjallë, na mëson Pietri. Edhe jemi në valën e kësaj pune, sepse Perëndia na ka thirrur bashkëpunëtor. Kështu thot Zoti, kështu i pëlqeu atij. Ne bashkëpunojmë me Perëndin. Edhe ai na ka vendosur ne këtu që të mund të fitojmë shpirtra, ai e bën nëpërmjet nesh, por prapë ai me ne e bën. Të fitojmë shpirtra dhe këta shpirtra bëhen gurë, dhe këta gurë një ditë do të mbarojnë, sepse ndërtesa do të përfundojë. Dhe kur ndërtesa të përfundojë, ajo që ndodh Perëndia do të marrë kishën. Do të marrë kishën. Jemi në fund, jemi në këtë kohë të fundit, në pikë të fundit. Ajo që ndodh është ka një pyetje. Pyetja është mjaft e qartë edhe kërkojnë drejtim. Dhe ne mund të mësojmë si të kërkojmë drejtimin e Perëndis në jetën tonë. Sepse kjo është me këtë pyetje. Dhe në pyetjen që ata bëjnë është, ata pyesin, a duhet të agjëroj siç kam bërë rregullisht? Me pak fjalë, si do të vazhdoj shërbimin tim tani e tutje? Çfarë duhet të bëj unë? A duhet të bëj siç kam bërë apo duhet të bëj diçka ndryshe?
Edhe ne jemi në pikë historie në jetën tonë individuale, në jetën tonë familjare, në jetën tonë si kish, ndërkohë që Zoti po vjen. Edhe sikur ju të thoni Zoti nuk vjen, Zoti po vjen. Ardhi atij shumë afër se sa ishim kohë përpara. Po duke kuptuar kohrat, edhe Perëndia na ka vënë kohrat, ne jemi shumë pranë mbarimit kohës së kishës, shumë pranë mbarimit të ndërtimit të shtëpisë së Perëndisë. Atë në qoftë se ka diçka që unë dua të di drejtimin e Zotit, çfarë të bëj tani e tutje? Si të vazhdoj? A të bëj siç kam bërë apo të bëj diçka tjetër? Edhe ky është teksti i gjërave. Edhe gjëja e parë për të marrë drejtimin e Perëndisë në çdo gjë që ne kemi nevojë, duhet të shkojmë te Perëndia me lutje. Sepse vargu thot për të kërkuar në lutje favorin e Zotit. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Shikoni si thot tek vargu 2, kishin dërguar shërcarin bashkë me Ragem Melekun dhe njerëzit e tij në Bethel. Në Bethel është shtëpia e Perëndisë, për të kërkuar me lutje favorin e Zotit. Faktori i parë për të marrë drejtim nga Perëndia, çfarë duhet të bëj, si ta bëj, si të vazhdoj, është lutja. Në qoftë se doni vërtet që Perëndia t'ju drejtojë në jetë, hapi i parë që duhet të bëni, e di që ne e dim këtë gjë, po prapë është shumë e rëndësishme, si mënyra si do të qasemi Perëndisë për drejtim. O Zot, okay, por duhet të shkoj te Perëndia. Perëndi, kam nevojë për drejtimin në jetën time për këtë gjë. Nga do të më drejtosh? Si do më drejtosh? Çfarë do që të bëj? Si do që të sillem? Si do që të veproj? Ata kishin një çështje. Ne sot kemi një çështje. Parimi mbetet i njëjtë. Mënyra si do afrohemi Perëndisë për të kërkuar ndihmë nga Perëndia është përmes lutjes. Është përmes lutjes. Kjo është mjaft e rëndësishme. Shikoni si thotë parë Pjetrit 3:12. Sepse sytë e Zotit janë mbi të drejtët, veshët e tij janë në lutjet e tyre. Domethënë, nëse doni të dini ku janë veshët e Zotit. Veshët e Zotit janë duke parë njerëzit që po luten. Dhe kur shikojnë njerëzit që po luten, Perëndia është aty. Për çfarë janë veshët aty? Që të dëgjojnë atë që ai po lutet. Kështu zbulohet Perëndia ynë. Ne nuk mund të marrim nga Perëndia vetëm thjesht sepse duam. Ne do të marrim në qoftë se lutemi. Ne do të gjejmë drejtimin e Perëndisë nëse lutemi. Mund të mos ndihemi rehat ku lutemi, mund të mos ndihemi me zjarr ku lutemi, mund të mos ndihemi në formë ku lutemi, po lutja është të thrasë Zotit të kërkosh. Pavarësisht si janë emocionet tona, ne duhet të lutemi. Atë kërkoj Perëndisë drejtim në atë gjë që ti ke nevojë. Kjo është e rëndësishme në këtë. Shikoni te 2 Mbretër 19:20. Atëherë Josia, biri i Amocit, dërgoi ti thot Ezekia, kështu flet Zoti Perëndia e Izraelit. Ku ishin veshët e Zotit? Në lutje apo jo? Dëgjova lutjen që ti më drejtove për Shenashiribin, mbretin e Asirit. Ku janë veshët e Perëndisë? Unë kam nevojë për ndihmë, unë kam nevojë për drejtim, unë kam nevojë që Perëndia të më udhëheq. Kam një çështje edhe kam nevojë nga Zoti, atë përgjigjja biblike është faktori i parë për të kërkuar drejtimin e Perëndisë, për të marrë drejtimin e Perëndisë, është lutja. Edhe ajo që ndodh, Ezekia është lutur për një ushtri armike që ka dalë kundër tij. Edhe është një lutje për mbrojtje. A ka ndodhur ndonjëherë që keni patur nevojë që Perëndia t'ju mbrojë? Por veshët e Zotit janë në lutje. Ulluni në gjojnë, lutun e Perëndisë. Kjo është ajo që na mëson Zoti në këtë. Te 2 Mbretërit 20:5. Theu prapa dhe thuaj Ezekias, princi të popullit tim, kështu thot Zoti Perëndia i Davidit atit tënd, kam dëgjuar lutjen tënde. Ku janë veshët e tij? Tani ka një lutje tjetër ai. Ai ka një problem me shëndetin. Edhe ajo që ndodh është ai po thret, Zot, a mund të më shërosh? Edhe Perëndia i zgjat 15 vite të jetës së tij. Nëse Zoti ka diçka për ju, ai do të veprojë. Por nuk po them që çdo lutje merr përgjigje. Por nëse nuk lutemi, nuk mund të marrim. Nuk mund të marrim. Edhe ajo që ndodh është lutu për shërim. Unë besoj se cili nga ne mund të jap dëshmi që Perëndia i madh, e mrekullueshëm, ka bërë gjëra të mëdha në ju kur ju keni thirrur atij për çështje shëndetësore. Sepse Zoti vepron. Shikoni prap te Psalmi 7, vargu 1 dhe 2. O Zot Perëndia im, po kërkoj strehim te ti. Shpëtom nga tërë ata që më përndjekin dhe çirom, që armiku të mos e shqyë shpirtin tim si një luan. Ta nuk po lutet për kërkesë për shërim fizik,
por ai ka diçka frymërore që e lot edhe mundon edhe diçfarë është kupton psalmisti edhe në këtë rast Davidi që armiku sulmon shpirtin. Edhe ai ka nevojë që gjërat frymërore që po e sulmojnë atë. Ai ka nevojë për mbrojtje, edhe po i thret Zotit, o Zot, edhe ndihmom, edhe më ndihmo sepse kam një sulm nga ana frymërore. Ani ndodhë ndonjëherë që diçka nuk po ecë me jetën tuaj frymërore. Edhe nuk është çështje që nga ana fizike, është çështje e një lufte frymërore. Prandaj mënyra se si ne mund të lutemi për shëndetin tonë, për anën tonë frymërore, është duke shkuar, duke i thirrur Perëndis. Sepse kjo është veshët e Zotit janë në lutjet e atyre që po luten. E para Samuelit 1:26-27, Ana i tha, im Zot, ashtu siç është vërtet që jeton shpirti yt im Zot, unë jam ajo grua që rinde këtu afër teje dhe i lutej Zotit. Jam lutur për të pasur këtë djalë. Dhe Zoti më dha atë që kisha kërkuar. Ne marrim nga Perëndia kur kërkojmë. Edhe ky është ilustrim e një fruti nga ana frymërore. Ajo kishte shumë të vështirë të kishte fëmijë. Edhe ne jetojmë në një botë që është e mbyllur faktikisht ndaj ungjillit. Edhe duket shumë e vështirë të fitosh një shpirt. Por Ana duke u lutur vazhdimisht. Ajo i lutej i përgjëroi Perëndis. Edhe pati një Samuel. Besojini Perëndis. Kërkojini Samuelin tuaj. Ai ka një Samuel për ju. Mos hiqni dorë së lutur i Perëndis. Perëndia është ai që vepron. Veshët e Zotit janë në lutjen e tyre. Shikoni nga 2 Kronika 33. Atëherë Zoti solli kundër tyre komandantët e ushtrisë së mbretit të Asirisë që e zumë Manasin me çengela në hund e lidhe me zinxhira prej bronzit dhe e çuar në Babiloni. Kur u gjet në hall, u lut shumë Zotit, Perëndisë së tij, dhe u përkul thellë përpara Perëndisë e etërve të tij. Pastaj u fal dhe u lut shumë dhe Perëndia dëgjoi lutjen e tij dhe e çoi përsëri në Jeruzalem në mbretërinë e tij. Atëherë Manasi njohu që Zoti është Perëndia. Në qoftë se ke rënë, edhe duket sikur nuk ka mundësi të ngrihesh nga tërë ato që të kanë pllakosur mbi kokë. Edhe të duket sikur je mbytur. Ka një rrugdalje. Lutju Perëndis. Perëndia do të restaurojë. Lutju Perëndis. Është shumë e çmuar kjo. Shikoni nga 2 Samueli 2 vargu parë. Pas kësaj Davidi u këshillua me Zotin duke thënë, a duhet të shkojë në ndonjë nga qytetet e Judës? Zoti u përgjigj. Shko. Davidi pyeti, ku të shkoj? Zoti përgjigj në Hebron. Pra ne pyesim Zotin dhe Zoti vepron. Po ne thrasim atij dhe Zoti përgjigjen. Pa lutje për drejtim në jetë. Nuk ka rëndësi ku je, nuk ka rëndësi çfarë po kërkon. Në qoftë se ti e vendos atë çështje përpara Zotit, ai është aty. Ai do të vepron. Po mos e lër atë çështje pa çuar te Zoti. Çohet tek Perëndia yt. Prandaj faktori i parë për të marrë drejtim nga Perëndia është lutu. Lutu Perëndis për atë drejtim, lutu Perëndis për atë çështje, lutu Perëndis për atë gjë me të cilën përballesh, lutu. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Prandaj për çfarë do gjë që ke nevojë për drejtim apo ndihmë, lutju Perëndis. Ai do të udhëheq. Faktori i dytë për të marrë drejtim nga Perëndia është të këshillohesh me Zotin. Të këshillohesh me Zotin. Bibla thot dhe për të folur me prifërinë që kishin në shtëpinë e Zotit, ushtrive dhe me profetët duke thënë. Pra ata shkuan për të lutur, por gjithashtu shkuan për këshilluar, por lutja, këshillimi vjen pas lutjes. Edhe thot, a duhet të çaj në muajin e 5 dhe ta agjeroj siç kanë bërë gjatë shumë viteve? Edhe ata kanë një sistem agjerimi hebrejt. Edhe po pyesin, a do të vazhdoj këtë gjë? Është një ritual që Perëndia e ka aprovuar, por ata duan të vazhdojnë me këtë gjë. Edhe ajo që ndodh po këshilloj me profetët. Tani kur flasim me fjalën e Perëndis, profetët në ditët e sotme nuk ka më profet, si në kohën kur ishte Djata e Vjetër ose në kohën e veprave. Sepse ne kemi të plot fjalën e Perëndis. Gjithashtu, kisha është një ndërtesë. Dhe në themelet e ndërtesës është Jezu Krishti, apostujt dhe profetët. Pastaj mbi këto themele ju do të gjeni që është Jeruzalemi i ri. Edhe nëse lexoni zbulesën 21, do të shikoni që ka mure, që ka dyer, ka dritare. Por shtëpia ka themel, nuk ka 3-4 themele, një herë janë themelet.
Edhe në themeli janë apostël, profetët. Pra profetët kanë mbaruar si profet, si njerëz që do na thonë të ardhmen që nuk e dim, sepse është dhënë fjala plot profetike tani. Edhe Bibla thotë Efesianët 2, ju pra nuk keni më të huaj as bujtës, por bashkëqytetarë të shenjtorëve dhe pjesëtarë të familjes së Perëndis, të ndërtuar mbi themelin e apostëve dhe të profetëve, duke qenë vetë Jezu Krishti vetë guri i qoshe. Nuk ka 10 gur qoshe, një është gur qoshe. Nuk ka 10 themel, një është themeli. Kush është themeli? Apostujt dhe profetët. Por tani në qoftë se ata shkuan te profetët, ku do shkojmë ne? Edhe Bibla na tregon, shikoni pak, që profetët janë lloj ose pikturë e fjalës së Perëndis. Perëndia na shpjegon. Shikoni te Mateu 12, 22, 20. Nga këto urdhërime varet ligji dhe profetët. E pyetën Zotin Jezu Krisht dhe i thanë, cili është urdhërimi më i madh i ligjit? Edhe ai tha, duaje Perëndin tënd me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë forcë, me gjithë mendje. Dhe pastaj i dyti ngjashëm me këtë, cili ishte? Duhet të afrim por si vetveten. Dhe Zoti thot, ligji dhe profetët së bashku, po ti shtrëdhësh ato, kanë këto dy urdhrime. Pra ta mbledhësh gjithë vjatën e vjetër. Ky është urdhrimi i madh. Ligji është Mojsiu, profetët, edhe Mojsiu janë 5 librat e parë, profetët janë pjesa tjetër. Pra kur Perëndia na tregon që fjala për fjalën e Perëndis, ai e lidh me profetët. Shikoni te Veprat 24:14. Por unë po të rrëfej këtë sipas udhës që ata e quajnë sekt. Unë i shërbej kështu Perëndis e etërve, palish duke dhënë dëshminë e tij, duke besuar gjitha gjërave që janë shkruar ku. Dhe pali po referohet vjatës së vjetër, në ligjin dhe në profetët. Prandaj ajo që po përpiqem të them është, profetët janë pikturë e fjalës. Ata kanë shkuar të këshillohen me profetët. Ku do të këshillohemi ne? Edhe Bibla na tregon fjalët e urta 24:6, sepse me këshilla të urta do të bësh luftën tënde. Dhe në numrin e madh të këshilltarëve është fitoria. Po ku janë këshilltarët? Me këtë do të këshillohen, që të kenë fitore. Do këshillohen me pleqt, do këshillohen me të rinj, si punë e Roboamit, apo do këshillohen me dikë tjetër. Fjala e Perëndis na jep duke krahasuar shkrimet me shkrimet kush janë këshilltarë që ne kemi nevojë të këshillohemi. Sigurisht ne mund të marrim këshilla nga njëri tjetri. Por kur Perëndia mëson, ka një zbatim të qartë, të drejtë për drejtë nga Perëndia në fjalën e tij. Edhe Bibla thotë te Psalmi 119:24, porositë tua janë gëzimi im dhe këshilltarët e mi. Bibla nuk interpretohet në mënyrë të veçantë, por interpretohet duke krahasuar shkrimet me shkrimet, domethënë e vetë interpreton vetveten. Janë 66 këshilltarë. Dhe Perëndia na ka dhënë 66 këshilltarë. Atëherë faktori i parë për të marrë drejtim nga Zoti, i cili është lutja. Faktori i dytë është të këshillohen me profetët, po nuk ka më profet tani si në kohën e vjatës së vjetër. Por na ka dhënë fjalën profetike. Atëherë fjala profetike janë këshilltarë tanë. Atë kemi 66 këshilltarë. Atëherë çfarë do të bëj? Pasi jam lutur, hape Biblën, lexo në mënyrë të rregullt dhe Perëndia do të flas. Kur të flas, mbaj shënim. Bazuar në atë pyetje specifike që ti ke bërë Perëndis për drejtim. Edhe ata po flasin për agjërimin. A të vazhdoj të agjëroj? Tanë le të merrem pak me pyetjen e tyre. Dhe ta kthejmë pak në ditët e sotme. A duhet të agjërojë një njeri në kohën e kishës? A është biblike agjërimi për ne? Tek Marku kapitulli 2, Zoti Jezu Krishti përballë me një pyetje. Dishepujt e Gjonit, dhe ne dim që përpara se Jezu Krishti të vijë ishte Gjon Pagzori. Gjon Pagzori hapi rrugën e Mesias. Edhe Gjon Pagzori kishte disa dishepuj. Dhe më vonë pasaj ne shohim që Gjon Pagzori ngul sytë e tij mbi Jezusin. Edhe dishepujt ndjekin Jezusin edhe Gjon Pagzori thot, ai thot për Jezusin duhet të rritet, unë të zvoglohem. Po në këtë bisedë me njëri tjetrin, ajo që ndodhte është dishepujt e Gjonit vunë re që ata pa agjëroni, po mbani sistemin e vjatës së vjetër. Por dishepujt e Jezusit nuk pa agjëroni. Edhe vend ta pyesin. Edhe kjo është pyetja. Përse dishepujt e Gjonit edhe thot dhe ata të farisejve agjërojnë, kurse dishepujt e tu nuk agjërojnë? Dhe Jezusi përgjigjet, a mund të agjëroj vallë, dhëndri, dasmorët kur dhëndri është bashkë me ta? Nuk mund të agjërojnë. Por do të vi dita kur dhëndri do merret, edhe në ato ditë do të agjërojnë, në ato ditë ishte një shprehje në fjalën e Perëndis që është e lidhur me kohën e mundimeve. Tani le të shkojmë pak
te Marku 2, vargu 20, vargu më poshtë thot, por do të vinë ditët kur do të merret dhëndit, atëherë në ato ditë do të agjërojnë. Tani ajo që ndodh është në vjetën e vjetër, ata po agjërojnë, edhe bëjnë një pyetje, a duhet të vazhdoj? Në vjetën e re, kemi dishepujt e Gjonit që agjërojnë dhe çfarë vën bëre që dishepujt e Jezusit nuk agjërojnë. E thot, nuk po funksionon kjo. Ju jeni nga Perëndia dhe ne nga Perëndia. Ne po agjërojmë, ju s'po agjëroni. Edhe Jezusi përgjigje duke thënë diçka. Edhe thot që kur dhëndri të merret, edhe thot në ato ditë i referohet mundimeve, ata do të agjërojnë. La dhëndri shmar, kur? Te veprat 1, Jezusi u rrëmbye në qiell, edhe tha do të kthehet ashtu siç u rrëmbye. Dhe ne dim që ai do të kthehet zbulesa 19:11, sepse thot që dhe qielli u hap. Edhe pasaj që zbriti ishte mbreti mbretërve, Zoti i zotërve. Tani ne jemi në kohë kur dhëndri është rrëmbyer. Atë çfarë thot Bibla për këtë kohë? Mirë, në ato ditë do agjërojnë. Gjithashtu në vjetën e vjetër agjërojnë. Në kohën e Jezusit nuk duhet agjëroni se ishte dhëndri aty. Po në kohën e kishës. Le të shohim shkrimet së bashku ato. Te vepra 13 kemi kishën në Antioki, që është një kish model faktikisht. Është kisha që dërgon misionar. Është kisha që ku quajtë për herë të parë dishepujt të krishterë. Është e vërtet që libri i veprave është tradicion, po kemi pas veprave 7 gjërat ndryshojnë në librin e veprave. Edhe Bibla na thot, po në kishën e Antiokis, dhe ndërsa po kryenin shërbesin e Zotit, po agjëronin, fryma e shenjtë tha, vini re. Shërbesa e Zotit quhet e diela paradite. Ata mblidheshin ditën e parë të javës. Prandaj ardhja në shërbes nuk është sepse kështu do kisha biblike Durrësi. Është shërbesa e Zotit. Perëndia na mbledh, jemi populli i Zotit. A ne vim dhe adhurojmë atë. Ne vim dëgjojmë zërin e tij. Prandaj është e çmuar në sytë e Zotit mbledhja ditën e parë të javës, sepse Jezusi vjen në mes të popullit të tij. Po Bibla thotë që ata kryenin shërbesën dhe bashkë me kryerjen thotë po agjëronin. Kështu na jepet në këtë. Domethënë drejtimi i Perëndis, ne e dim që më pas Zoti thotë mi ndani kë Sauli dhe Barnabën. Drejtimi i Perëndis erdhi në kishën e Perëndis, ndërsa ata po kryenin shërbesën dhe po agjëronin. Agjërimi ishte pjesë e kishës në atë kohë. Te Veprat kapitulli 14, vargu 23. Dhe mbasi caktuan plot në çdo kishë u lutën dhe agjëruan. Ne shohim lutje dhe agjërim bashkë në një moment të rëndësishëm në kishë. Lutje dhe agjërim kemi gjithashtu edhe në momentin e rëndësishëm tek Veprat kapitulli 14, kur dërgohen misionar, 13 më fal, kur dërgohen misionar, po këtu është e zbuluar, a kemi diçka të madhe. Atë sa herë që doni të drejtimin e Zotit edhe kujdesin e tij dhe mbrojtjen e tij për diçka të madhe që keni përpara. Bashkojeni lutjen me agjërim. Edhe kjo është ajo kur caktohen plejt. E para Korintasve 7, vargu 5. Konteksti është Pali po shpjegon martesën. Kapitulli 7 flet për martesën. Çfarë do të bëjnë çiftet, si do të jetojnë çiftet, çfarë do të bëjnë njëri që është beqar, si do të jetojë njëri beqar, çfarë do të bëjnë njëri që është martuar me një të pashpëtuar, si do të sillet ai kur i pashpëtuari bën këtë ose atë, edhe është mjaft e qartë që është konteksti për martesën. Por thot mos ja privoni njëri tjetrit, vetëm nëse jeni marrëvesh për një farë kohe që t'i kushtoheni agjërimit dhe lutjes. Edhe thot dhe përsëri e ani bashkë që mos ju të ndoj Satani për shkak të mungesës së vetë kontrollit tuaj. Një familje gjithashtu mund t'i kushtohet lutjes dhe agjërimit për një periudhë kohe për një qëllim të caktuar. Kështu e gjejmë. 2 Korintasit 11, 27, 28, në lodhje, në mundim, në netët pa gjumë dhe në uri, në etje, shpesh herë në agjërime. Pali po shpjegon shërbimin e vet. Edhe në shërbimin e tij që ta mund të avancoj, ka nevojë për lutje, ka nevojë për agjërime, sepse ka sulme, ka nevojë për mbrojtje nga Perëndia dhe kur ti bashkon lutjen edhe kërkesën ndaj Zotit me agjërim, ti je duke i dhënë fuqi asaj. Nuk është ana jashtme, po flas për anën e brendshme. Prandaj shërbimi i përmban këto gjëra dhe shpesh herë do të përfshihet me këtë. Agjërimi është për të krishterët. Edhe për të krishterët, jo vetëm për hebrejt. Agjëro lutu ndaj gjërave të mëdha që përballesh. Kur ke nevojë për ndihmë, kur ke nevojë për mbrojtje, kur ke nevojë për drejtim. Agjëro dhe lutu për situata të caktuara që po kalon si familje. Po mbaj mend një herë, ne kishim, shpresoj që ju nëse jeni baballar mos më keq kuptoni, po ne kishim një problem
me një vajzë, edhe ajo vajza ishin shërbyer nga prindrit e vet disa kandidat për të martuar me ta. Mirë po, këta kandidat nuk ishin të krishterë. Edhe vajza refuzoi duke thënë, unë i besoj Zotit, edhe nuk do të martohem me një njeri që nuk më dan të njëjtin qëllim me mua. Dhe babai ju ngritë nerva, kush e ti të mos më të gjosh mua, djali ishi mirë, vi nga një familje mirë, e që janë këto situata degradojnë dhe në atë pikë sa që ai ndaloi të vende në Kish. Po flasim nga kisha jonë, disa mbase e din. Edhe ajo ndodhi që ajo doli edhe erdhi në Kish. Ku erdhi në Kish, i ati ti u mërzit, edhe erdhi dhe më takoi. E duke folur me të, edhe më tha, i me bitha më ka thyer zemrën, tha. Çfarë ka të keqet tek ajo që unë po i kërkoj që ajo të martohet? Asnjë të keqet s'ka. Në fund të fundit, çdo baba do më të mirën për fëmijën e vet të martohet. Edhe duke u përpjekur të shpjegoj si mund të shpjegoj, ai më ndërpreu tha, ka ndonjë djalë këtu ajo? I thash, me sa di unë, nuk e di, po nuk e di. Djem ka, po nuk e di nëse ka ndonjë djalë këtu. Edhe tha, do t'ja thyej zemrën asaj dhe u mundova të qetësoja, të thoja që jo, zemra babait është më e madhe, gjitha po ishte luftë frymërore. Iku të dielën tjetër, vajza prapë erdhi në Kish. Ai hipi motorit edhe ku erdhi te kryqëzimi te kisha, rrshiti dhe ra. Ra u vra, shpëtoi mirë. Edhe pastaj duket si erdhi mend, edhe tha, nuk do shkoj te kisha. Iku në shtëpi. Po do të them diçka, ku erdhi në Kish, unë mora 4-5 veta. Edhe thasha, mund të luteni dhe ta agjërojmë që Perëndia të punojë në zemrën e atij babait. Edhe ne e morëm seriozisht këtë. E ne u lutëm, nuk mbaj mend sa u lutëm, ndoshta aty ishte 2-3 ditë agjëruam, nuk e di, po ne e morëm. Një grup i vogël edhe e çuam përpara Zotit. Javën pasuesi ai ra nga motori, po edhe gjithashtu nuk u dëmtua. E nuk erdhi më në Kish. Ajo vajza vazhdoi të vinte, u martua. Në Kish, kur u martua në Kish, ai ati pastaj si dha dorë në fund pasi u martua, ta kisha të drejtën. Ta Zoti ishte mirë. Tani ajo që duhet të them është, përdorini agjërimet. Kur ka një ndihmë, kur keni nevojë për ndihmë, kur keni nevojë për një urgjencë, por jo për egoizmin tonë. Por është e nevojshme, agjëro dhe lutu për shërbimin. Jo vetëm për veten, për shërbimin, pali thot shpesh herë në agjërime. Unë e kam përdor këtë në jetën time, edhe di që agjërimi nuk është që të vihet tellalli. Por ajo që duhet të them është pjesë normale e jetës krishtere nëse je duke ecur me Perëndin. Dhe bashkangjitet me lutje. Mund të agjërosh deri në mbrëmje. Vini re shpesh herë në dhjetën e vjetër, agjëruan deri në mbrëmje. Aq. Mund të agjërosh me ditë. Mund të agjërosh 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, disa ditë. Sigurohuni që mjeku ju aprovon atë, sepse nëse jeni smur mos agjëroni. Të keni probleme me shëndetin. Dhe së fundi, duhet të drejtohet nga Zoti agjërimi. Pra, Zoti të udhëheq, Zoti të drejton. Mos i bëni gjërat në mish. Por nëse vërtet ka një nevojë dhe ti je i shqetësuar, e keni vënë një njeri normal, kur ai ka një hall, një shqetësim, nuk ka ushqim, sepse është i fokusuar te problemi. Tani problemin që keni, çoni te Zoti në lutje. Kjo është ideja, bashkangjit me agjërim në lutje përpara Perëndis. Agjërimi duhet të jetë mes teje dhe Zotit. Jo, më fali për shprehjen nëse ashtu. Ta dini, unë jam me Ramazan, po nuk është të vësh në dukje që je duke agjëruar. Askush nuk duhet të marrë vesh nëse je duke agjëruar. Mbase gruaja jote nëse je i martuar, sepse në fundi nëse ke probleme me shëndetin, ajo të dy me njëherë ndihmë. Por thash si në fillim që mos agjëroni nëse mjeku ju ndalon. Por agjërimi është i bashkangjitur me lutjen për të korrur të fitore edhe gjithashtu për të klithur Perëndis, për të marrë drejtimin nga Perëndia. Përgjigje të një pyetje, çfarëdo qoftë që të mund të jetë. Duhet të lutesh Perëndis dhe të këshillohesh me fjalën e tij. Pra pasi lutesh Zotit, agjëron, atë vazhdon, thua Zot, më ndihmo.
kam një pyetje, edhe kam atë pyetjen këtu, pastaj vazhdoj ta kaloj këtu, vazhdoj këtu, e lë në vend, derisa pas 5 ditë, 10 ditë, kur Zoti të më drejtoj, do ta shkruaj. Por jam duke kërkuar Perëndis për një përgjigje, për një drejtim, ose për fryt, siç folëm, ose për një derë të hapur, ose për shëndetin, ose për anën frymërore, ose për rimëkëmbje frymërore. Çfarë do forme të jetë? Çfarë do gjë që ju shqetëson? Çfarë do gjë që është prekupim për ju? Po mënyra si Zoti drejton janë 2 faktorë. Lutje, pa lutje nuk mund të funksionon. Dhe dyta është këshillo me Perëndin, është nga fjala e tij. Shpeshherë Perëndia ju flet kur ju jeni duke në kish, ju jep një përgjigje. Prandaj është e rëndësishme që vim lutemi, themi Zot, më ndihmo në atë që kam. Tani duke analizuar përgjigjen e Perëndis. 3 vargjet e parë janë pyetje, gjithë kapitulli 8 është përgjigje. Sa shumë merret Zoti me ne kur ne duam të pyesim atë. Domethënë Zoti nuk është i heshtur, këtë po pyetëm them. Zoti flet. Në qoftë se ne i kërkojmë, ai do na flas. Ai quhet fjala e Perëndis. Ai është i zëshëm, nuk është i pazëshëm, nuk është i heshtur. Ai flet me gjërat. Edhe ashtu ndodhesh ata erdhën me pyetje. Dhe pyetja është, a ta agjëroj apo të mos agjëroj, siç kam bërë deri tani. Edhe Zoti fillon edhe kap thelbin e çështjes. Edhe thot, prit. Përpara se të pyesni, a ta agjëroj. Përpara se të pyesni, a të shkoj në këtë qytet. Përpara se të pyesni, a të bëj këtë shërbim. Përpara se të pyesni, çfarë do të bëj ju me jetën time. Unë dua që t'ju them diçka. Cili është motivi që ju po e kërkoni atë gjë? Analizoni motivin e gjëra. Sepse kështu thot Zoti, shikoni tani të lexojmë pak vargjet 4. Atëherë fjala e Zotit. Bibla do të na japë përgjigje. Fjala e Zotit mu drejtuat duke thënë: "Folu gjithë popullit të vendit dhe prifërive dhe thuaj, kur keni agjëruar, kur e keni bërë diçka në të kaluarën. Kur keni agjëruar dhe jeni pikëlluar në muajin e 5 dhe thotë 7 gjatë këtyre 7 viteve. A keni agjëruar në të vërtetë për mua, pikërisht për mua? Domethënë, apo kërkoni drejtimin tim, apo po kërkoni të drejtën tuaj? Apo kërkoni atë që dua unë, apo kërkoni atë që doni ju? Edhe pastaj kur keni ngrërë dhe pirë, mos vallë keni ngrërë dhe pirë për veten tuaj. Domethënë, cili është motivi pse keni agjëruar? Cili është motivi pse po bëni këtë kërkesë? Cili është motivi pse po ecni në këtë mënyrë? Kjo është ajo që ndodh, domethënë, agjërimi për hebrejt ishte kthyer në shfaqje legaliste. E jashtme. Edhe Zoti vë tekstin, a jeni duke agjëruar për veten apo për mua? A jeni duke u shqetësuar për lavdin tuaj apo për lavdin time? Prandaj analizoni motivin e lutjes, të kërkesës, të agjërimit tuaj, shërbimet tuaj. A është për lartësimin e vetes apo është për lartësimin e Perëndis? Është shumë e rëndësishme të kapim thelbin e gjërave. Sepse teksti i agjërimit biblik duhet të jetë të kthehemi te Zoti, të afrohemi Perëndis, të kërkojmë atë që është për lavdinë dhe nderin e Tij. Edhe Zoti është duke kërkuar të hetojnë arsyet. Le të bëjmë dakord me Zotin. Pyetja që duhet të bëjmë vetes është: pse e bëjmë atë që bëjmë? Kujt jemi duke i shërbyer në jetë? Vetes apo Zotit? Kujt jemi duke shërbyer në familje? Vetes apo Zotit? Kujt jemi duke shërbyer në punë? Vetes apo Zotit? Prandaj pyetja e rëndësishme, kur jemi duke bërë diçka, a jemi duke shërbyer vetes tonë apo Perëndis? Është motivi. Vinë re tek e parë Korintasve 3. Në vend gjykimin e Krishtit, Perëndia do të zbuloj llojin e gjërave që kemi bërë. Ne kemi bërë disa gjëra. Ndonjëherë gruaja nuk i di cili është motivi pse i bëj unë. Ndonjëherë unë nuk di cili është motivi pse i bën gruaja ime. Ndonjëherë fëmijët e mi nuk e din motivin tim. Ndonjëherë unë nuk di motivin e fëmijëve. Sepse Zoti, vetëm Zoti njeh zemra. Por Zoti vë tekstin që në vend gjykimin e Krishtit, të gjitha gjërat që ne do të bëjmë, do të zbulohen me motive. Ne nuk do gjykojmë për mëkatet, sepse mëkatet tona u gjykuan në kryqin e Kalvarit, ne jemi shpëtuar nga hiri i Perëndis. Po ne do përballemi me Jezu Krishtin
për mënyrën si jetuam nga dita e shpëtimit e mbrapa. Edhe Zoti thot, vepra se cili do shfaq, vepra do më thënë ajo që kemi bërë, punët tona, ne bëjmë ca punë. Kemi jetuar gjatë javës, kemi bërë ca gjëra. Do jetojmë javën që vjen nëse Zoti na lë dhe një javë, do bëjmë ca gjëra. Këto gjëra zbulohen përpara Zotit. E ne do shohim veprat tona, janë dru, san dhe kasht, ose janë argjend dhe guri çmuar. Edhe Zoti do të vërë flakën atyre. Në qoftë se është dru, san dhe kasht, do digjen. Qoftë se është argjend guri çmuar, nuk digjen. Ato i rezistojnë zjarrit. Por mënyra se si Zoti do t'i shikojë veprat është nga lloji. Edhe lloji ka të bëjë me mënyrën e motivit. Sepse para Korintasve 4:5 thot, prandaj mos gjykoni asgjë para kohe. Unë dëgjoj fjalët e gruas time që thotë e bëra për këtë. Okej. Edhe do të besoj gruan time. Por një ditë Zoti do të zbuloj motivin e gruas time pse e bëri atë që bëri. Do të zbuloj motivin tim pse e bëra atë që bëra. Edhe pse gruaja më besoi fjalëve të mia. Sepse Zoti thotë, një ditë Zoti do të nxjerrë në dritë gjërat e fshehta të errësirës, edhe thotë dhe do të shfaq këshillat e zemrave. Dhe atëherë, nëse kam bërë me motivin e mirë, secili do ma lavdërim nga Perëndia. Prandaj Zoti godet në qendër të gjërave. Qendra e gjërave është cili është motivi pse i bëni ato që i bëni. Pse vini në kish? Pse bëni shërbimin? Pse përpiqeni të keni një familje? A jeni ju aty sepse përfaqësoni Zotin në familje, edhe ju doni të nderoni Perëndin me jetën tuaj, apo thjesht dëshironi që të keni sukses në jetë, jeni dikush në sytë e botës apo dikush në sytë e Zotit? Cili është motivi pse i bëni? Nëse jeni të rinj, nuk duhet të na udhëheq një motiv i lartë për të nderuar Perëndin ton. E para Korintasve 10:31, pra nëse hani, domethënë dhe gjallën, nëse pini dhe ujin, dhe çdo gjë tjetër që tjetë, agjërim, rritje e fëmijëve, vajtje në punë, shërbimi, ardhje në kish, mikpritja të dera, mikpritja me fëmijët, apo mbajtja e fëmijëve, gjëra të ndryshme që bën. Nëse ka ndonjë gjë që mund të bëni, bëjni me një motiv. Dhe motivi është dhe të jetë lavdia e Perëndis. Kjo është ajo që këtu vë theksin Zoti në të gjithë. Kjo e përmbledh. Nëse hani, nëse pini, nëse bëni ndonjë gjë tjetër, thot të gjitha, edhe agjërimi, të mos jetë për veten, për lavdinë e Zotit. Prandaj është mjaft e rëndësishme në këtë. Pika B, analizoni brëndësinë dhe jo jashtësinë. Edhe është bashkangjitur shkon me këtë. Analizoni brëndësinë, por Zoti vazhdon vargje. Domethënë, brendësia është ajo që unë jam, jashtësia është ajo që unë shfaqem. Edhe Perëndia është interesuar për atë që është e brendshme dhe vini re prap 4 herë fjala e Zotit drejtohet për të dhënë përgjigje. Tani fjala e Zotit drejtohet Zakarias duke thënë, kështu thot Zoti ushtrive, zbatoni me përpikmëri, edhe thot drejtësi dhe tregoni se cili mirësi, mëshirë, janë gjëra të brendshme. Nuk po flasi për motivin tani. Motivi folëm pikën e parë. Tani ajo që Perëndia dëshiron është që nga brenda ne të mund të jemi të mbushur me karakterin e Perëndis. Edhe thot, mirësi, mëshirë për vëllezërit tuaj. Edhe pasaj thot, mos e shtypni të vend dhe jetimin. Edhe gratë e veja, edhe jetime shtypeshin, të huajin, të varfrin dhe askush të mos kurdis në zemër të vetë të keqen kundër vllajt të vetë. Domethënë nga ana e brendshme thot Zoti, duhet të jeni me njëri tjetrin. Plot me mirësi. Plot me mëshirë. A jeni të mëshirshëm me njëri tjetrin? Të mëshirshëm do të thotë që ai ju ka bërë diçka dhe ju duhet të tregoni mëshirë. Apo jo? Po, unë ja shkull veshët atij që po ma bëri këtë. Jo. Zoti kërkon jo fetarizëm. E dini që është fetarizmi të përqafoj, të buzëqesh dhe nga mbrapa them, shqyr që shpëtova më nga ty. Sepse nga brenda, unë nuk jam plot mëshirë, nuk jam plot mirësi, nuk jam plot hir, edhe gjithashtu edhe drejtësi thot, po vini re, mos kurdis të keqen, mos mendoj të keqen. Ndërsa feja është, s'kemi mirë, si ke kaluar mirë, përqafim, përpafshim. Por nëse jam i mirë, i mëshirshëm, unë duhet të ndryshoj qëndrimin tim. Jo vetëm para Zotit, por edhe mënyrës se si veproj me ju. Kjo është ajo që Zoti duke theksuar. Shikoni te Mikea 6:8. O njeri, ai të ka bërë të njohur atë që është e mirë,
Dhe çfarë tjetër kërkon Zoti nga ti? Çfarë? Të buzëqeshësh? Okej, lavdi Zotit. Por ai kërkon anën e brendshme, që ana e brendshme të prodhoj anën e jashtme. Një njeri mund të buzëqesh edhe të mos jetë i mëshirshëm me mua, apo jo? Po është e pamundur që nëse është i mëshirshëm, të jetë i ashpër me mua. Bini dakord me këtë? Kështu Zoti na do na do nga brenda që të rezultojë në një sjellje të jashtme. Jo të vëmë një sjellje të jashtme, por nga brenda na kemi problemin e sjelljes. Edhe thotë që çfarë tjetër kërkon Zoti nga ti përveç se të zbatosh drejtësinë? E dini çfarë është mbretëria e Perëndis? Drejtësi, paqe dhe gëzim në frymën e Shenjtë. Është pjesë e brendshme. Edhe thotë mëshirën dhe të ecësh përulësisht me Perëndin tënd. Prandaj bindja ndaj fjalës së Zotit në drejtësi, mirësi, ndjeshmëri ndaj të tjerëve me zemër të pastër është mbi ritualin. Prandaj vë tekstin anën e brendshme mbi jashtësinë. Nëse shikoni këtë hartën, do të vini re që janë 3 liçene që 2 quhen dete. Është liçeni Merom, pastaj liçeni Galiles ose deta e Galiles dhe fundër deti i vdekur. Po do të vini re dhe janë këtu që liçeni Merom merr edhe çon në Galile. Është plot me gjallëri, ka jetë. Po edhe deti Galiles ka jetë. Edhe është plot me peshë. Dhe ajo ndodhë që vazhdon lumi Jordan edhe vin deri në detin e vdekur. Dhe deti i vdekur nuk ka jetë. Është i kripur. Edhe ne dim që kur Perëndia i jep këto gjëra, dhe e dini Galilenin, dini detin e vdekur dhe lumin e Jordanit, kur Perëndia i jep këto gjëra, në shkrime i jep me një qëllim. Edhe Perëndia është duke na mësuar diçka me tër këto. Mënyra si ne mund të kemi jetë edhe gjallëri është në qoftë se ne marrim edhe japim. Në qoftë se ne marrim edhe vetëm mbajmë për vete, edhe kërkojmë për veten tonë, edhe vetëm shqetësojmë për lavdin tonë, edhe shqetësojmë për veten tonë, edhe jemi kaq egoist me veten tonë dhe nuk japim, ne do të vdesim. Edhe në sytë e Zotit pak të bëhemi si të vdekur, nuk humbim shpëtimin, po të bëhemi si të vdekur. Prandaj në qoftë se ka një gjë që duhet bërë është Perëndia më jep mëshirën e tij. A nuk është Zoti sjell Zoti mirë me ju me mëshirë apo jo? Jepeni mëshirën tek të tjerë. Tregoni të mëshirshëm me njerëz. Perëndia ju jep ju mirësinë. Kini jetë. Derdheni mirësinë tek të tjerë. Perëndia juaj është i mirë me ju. Kini jetë. Derdheni atë, mos e ndaloni këtu, sepse vdisni. Ne jemi këtu Perëndia të zblohet nëpërmjet nesh si është Perëndia. Sepse njerëzit do të shohin si është Perëndia duke parë jetën tonë. Dhe ne ndryshojmë kur ne çfarë, kur ne japim. Prandaj, me njëri tjetër motra vëllezër, ndryshoni nga brenda duke qenë ashtu si Perëndia na thotë. Domethënë mos dëmtoni të tjerët, por duajini ata. Mos agjëroni për të drejtat tuaja, por jeni të mëshirshëm me të tjerët. Heqni më mirë anën e jashtme. Mos kërkoni tuajt për të Zotit, duke u sjellë me mirësi. Mos aplikoni fen për bindjen ndaj fjalës së Perëndis. Duhet të jemi një lloj deti që rrjet, që brenda nesh ka jetë. A dini çfarë? Psikologët kanë zbuluar sa gjëra në shkrime. Edhe thonë, nëse si do që ti jesh mirë, është bëu çik bamirës. Ndihmoj një tjetër. Po nuk ka gjë të re në ndjell. Bibla është superiore. Bibla është superiore. Edhe nëse doni të keni jetë, atëherë ato që Perëndia bën me ju, derdhini mbi të tjerët. Mos u kapni në krenari. Pika C, analizoni historinë dhe mësoni prej saj. Edhe Zoti vazhdon dhe thotë, por ata se flet për etrit e tyre, sepse në të kaluarën i kishin bërë ata, edhe jep një listë të gjatë që është shumë e trisht faktikisht. Listë e gjatë, nuk deshët të dëgjojnë, kthyen krahët, zum veshët, Zoti çfarë nuk thot aty. Edhe u krijua një ndinjate e madhe të Zotit. Edhe Zoti thot, kur ata më thresnin, unë nuk përgjigjesha. Sepse kur unë thresja, ata nuk më përgjigjesh. Edhe teksti është, ai u thot atyre, analizoni motivin. Gjëja e dytë është, ndryshoni nga brenda, jo vini teksti të jashtësia. Gjëja e tretë është, ktheni kokën në histori. Shikoni, mësoni nga historia.
Sepse në qoftë se nuk mësojmë nga historia, kemi një problem. Sepse Perëndia nuk ndryshon. Nuk ndryshon. Ai do të veprojë siç veproi me etrit edhe me ne. Dhe Bibla na tregon këtë gjë, dhe historia na është dhënë nga Perëndia, që nëpërmjet saj të mund të mësojmë dhe të reagojmë në mënyrën e duhur. Tani kjo ishte me Izraelin, po shikoni me Kishën. E para konta 10-11, dhe të gjitha këto gjëra u ndodhen atyre, historia e Izraelit. Nga vargu 1 deri në vargu 10 na jepet se si Izraeli doli nga Egjipti, u pagzua në Mojsin, eci në shkretë të tjerë, pinë ujë frymëror, hëngën ushqim frymëror, edhe kishin shkëmbin që i ndiqnin, dhe ishte shkëmbi ishte Krishti. Edhe Perëndia jep tërë atë histori me Izraeli dhe thot e dha për paralajmërimin tonë, domethënë ktheu mëson nga historia. E dini pse përsërisim gabimet e historisë? Sepse nuk mësojnë. Po mëson nga historia. Edhe thot janë shkruar për paralajmërimin tonë, për ne që jemi në mbarim të epokës, që jemi në fund. Prandaj Galatësit 6:7-8 thot shtëmbjellni riu do korr. Ata le të fillojmë të mbjellim në mënyrë të duhur, që të korrim në mënyrë të duhur përpara. Pika D, mbani fokusit tek e ardhmja që po vjen. Pra e para është analizo motivin. Analizo motivin të Zoti. Për çfarë e bën atë që bën? A është për lavdin tënde apo për lavdin e Zotit? Pastaj e dyta është shikoni anën e brendshme. Derdhni mbi të tjerët hir, mëshirë dhe mshuri edhe drejtësi. E treta është mëso nga historia, sepse unë ende jam Perëndia. Edhe ende veproj në bazë asaj se si ju reagoni. Ato që mbillni korrni, qoftë mirë, qoftë keqe. E katërta është mbani fokusit tek e ardhmja. Tani Zoti po kërkon ngrini pak syt. Heqeni nga vetja, shikoni të tjerë dhe derdhni mëshirë, po ngrini syt lart. Edhe çfarë ndodh? Dhe na zbulohet një ardhmë e lavdishme e Izraelit. Një ardhmë e lavdishme e Izraelit. Se Zakaria 8, shikoni 3 vargjet e para. Fjala e Zotit, tani kemi përmendje për herë të tretë, mu drejtua përsëri duke thënë, kështu thot Zoti ushtrive, unë jam shumë xheloz për Sionin. Domethënë, xhelozi është kur dikush të do. Edhe thot, po unë digjem nga xhelozia për të. Kështu thot Zoti, unë do të kthehem në Sion dhe do të banoj në mes të Jeruzalemit. Jeruzalemi do ta quajnë qytet të shenjtërisë dhe malin e Zotit të ushtrive, mal të shenjtërisë. Qytet e besnikëve dhe mal të shenjtërisë. Faktikisht kjo është më dridhruesja e gjithë Biblës. Është zemra e Biblës. Që një ditë u mendoj universin nëse ka frym do të mbaj frymën, do të shtang. Edhe çdo qenie e gjallë do të shtang. Sepse Bibla thotë që edhe kafshët e njohin krijuesin. Edhe do të jetë ajo ditë kur mbreti mbretërve që do të vinë mbi tokë, edhe do të ulet në fronin e Davidit. Edhe çdo gjuhë do të brullet përpara tij. Çdo gjuhë do të rrëfejë që ai Zoti e ky është Jezusi Krishti. Edhe është dita më e lavdishme, që është tema e Biblës. Është ardhja e mbretit në mbretëri. Edhe Zoti thotë, unë do të vi në Jeruzalem, unë do të banoj aty, ai do të vi në Jeruzalem, do të ulet në fron fizik, do të mbretërojë mbi gjithë botën. Nuk ka më dridhëruese se kjo. Është e mahnitshme. Perëndia nuk e ka mbaruar punën me Izraelin. Ai po punon me Kishën tani, sepse Izraeli hodhi poshtë për pak kohë. Por ai do të rrëmbejë Kishën, pastaj do të kthehet me Izraelin, do të flasë zemrës së saj, do të atërhetë shkretë të tjerë. Izraeli do njohë që Mesia ishte Zoti, Jezusi ishte Mesia. Edhe çfarë do të bëj? Edhe do të pranojë atë, edhe ai do të kthehet, edhe do të mbretërojë nga froni i Davidit. Por nuk është vetëm për Izraelin mbas sytë tek e ardhmja, po edhe për ne. Shikoni Gjoni 14, zemra juaj mos u trondit, besoni në Perëndi dhe besoni dhe në mua. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa, por ndryshe do t'ju thoja, unë po shkoj të përgatis një vend. Kjo është zemra dridhëruese e nuses që pret dhëndrin e vet. Edhe thotë që dhe kur të shkoj, do të përgatis vendi, do të kthehem dhe do të marr pramerë që aty ku jam unë të jeni dhe ju. Është një histori që unë e them gjithmonë, mbase e them ose një herë në vit, por vetes tim e them shumë shpesh. Është ajo historia me Bareun. Edhe u takua me atë vajzën, edhe e ranë dashuri me njëri tjetër duke parë, edhe shprehej këtë dashuri, jepet e kënga këngëve,
Ai ka syt si pullumb, ajo ka syt si pullumbesh, ai ka syt kështu, qafën kështu, ka qafën kështu, duart kështu, edhe shpreh në bukuri, sepse nuk kishin aparat fotografik atëherë, por e shpreh si e shprehin atëherë. Edhe ata i dhanë fjalën njëri tjetrit. Edhe ai kishte ardhur për të kullotur delet e babait të vet. Edhe u largua. Kur u largua, sa ai ngelë syt nga kodrat, sepse ai kishte premtuar do ta merrte. Edhe kaloi kohë, ajo ngeli duke parë vetëm andej, sepse ishte zemra dhënë pas atij që lidhi beslidhje me të. Edhe një ditë dëgjon që një mbret kishte dalë për të kërkuar një valë të martohej me të. E kur e dëgjon, ajo u thot, dilni ju vajza, dilni, martohuni me mbretin, sepse zemra ime i takon bariut. Unë jam me bariun, unë po pres bariun tim. Edhe mbreti shkoi dhe takoi gjitha vajzat, nuk mori asnjë prej tyre. Edhe tha, ka ndonjë vajzë tjetër këtu? Është edhe njëra, po nuk do të martohet me mbretin, pret bariun e vet. E tha, më çoni atje. Edhe ju e dini sa historitë e bukura për fëmijët, po nuk janë asgjë të re, janë në Bibël gjitha. S'ka asgjë të re në ndjenjë. Edhe ai që ndodh të shkon atje me Irushën që provon këpucën, e dini atë. Edhe shkon atje, edhe syte vajzës pan djalin. Edhe syte djalit pan vajzën. Edhe ajo pa që bariu i saj ishte një mbret. Dhe Bibla na tregon që ai që na shpëtoi është bariu ynë. Edhe ka ikur. Por ai do kthehet. Këtë thot Bibla, do të kthehen. Edhe do të vitë të marrë nusën e tij. Edhe çfarë do gjë që është në botë që detyrohet të marrë zemrën, dini çfarë? Zemra i përket atij. Edhe syt tanë duhet jenë tek e ardhmja, sepse një ardhmë e lavdishme na pret. Edhe bariu nuk është thjesht bari, po është mbreti mbretërve, Zoti i zotëve. Edhe ne jemi duke parë aty, edhe Zoti thotë ngrini syt shihni të ardhmen. Do të kemi një trup të lavdishëm. Të gjithë ata që kanë pranuar Jezu Krishtin nuk do të preken nga vdekja. Nuk do të ketë dhimbje, nuk do të ketë lot, nuk do të ketë sëmundje. Do të jetojmë për jetë të lumtur me të. Është e mahnitshme. Zakaria 8 vargu 9, edhe Zoti thot, duart tuaja le të jenë të fuqishme. Perëndia po i inkurajon ata duke mbajtur sytë tek e ardhmja. Dhe Perëndia na inkurajon ne mbajni sytë tek e ardhmja, sepse mundja që po bëni nuk është e kot. Edhe vazhdon thot përsëri tek Zakaria 8:13, mos u tremni, duart tuaja le të fuqishme. Vargu 15, këto ditë kanë vendosur rishtas të bëjmë mirë Jeruzalemit dhe shtëpisë së Judës. Mos u tremni. Perëndia u ka thënë, mos u fokusoni te ani jashtme. Fokusoni nga ana brendshme. Por gjithashtu ka thënë mësoni nga historia. Po le të them diçka thot. Mbajini syt lart. Sepse un kam gjëra të mëdha për ju. Për t'ju dhënë të ardhme, thot Zoti. Për t'ju dhënë shpresë, thot Zoti. Ne nuk jemi më të mirë e të gjithë njerëzve, përveç se nëse besojmë që Jezu Krishti nuk u ringjall. Po ne e dim që ai u ringjall. Ai u ngret nga vdekja. Dhe ndërkohë që u ngret nga vdekja, ai u ngret për ne. Dhe ai do të kthehet dhe të shndrojë trupat tanë, të na jap një trup të lavdishëm. Dhe të gjithë ata që kanë fjetur në Krishtin do të ringjallen. E para Korintasë 5:58. Prandaj, në kontekstin e ringjalljes, o vëllezër të mi të dashur, qëndroni të fortë dhe të patundur, duke tepruar në veprën e Zotit, në ndërtimin e tempullit. Ishte e ardhmja që ju dha zemrën atyre ta përfundonin. Është e ardhmja që është e lavdishme që Zoti ka premtuar dhe nuk gënjen që do të na hap zemër të dalim ungjilli me njerëzit. Sepse mundi ju nuk është i kot në Zotin. E parë Korintasë 15:51, po ju them një të fshet, të gjithë thot nuk do të vdesim, po do të shndrohemi në një moment. Sa hapën mbyll syt në tingullin e borisë së fundit, sepse do të bjerë boria. Të vdekur do të ngjallë të papritshëm dhe ne do të shndrohemi. Do të jemi si Jezusi. Sepse këtë trup që prishet, që kalbet, që tretet, do të vesh mos prishjen dhe ky i vdekshëm do të vesh. Pa vdeksin nuk vdes më kurrë. Kjo është ajo që na pret. Ne shohim përpara ditën që po vjen. Është ditë shprese, është ditë ngazëllimi, sepse Krishti u ngrit nga vdekja dhe ne do të ngrihemi gjithashtu, do të transformohemi. Ne do të gëzohemi. E dini çfarë? Ndonjëherë gjërat e botës na heqin gëzimin. Edhe për të qenë realist. Po shikoni pak Gjoni 16:22. Kështu edhe ju tani jeni në dhimbje. Por unë do t'ju shoh përsëri dhe zemra juaj do gëzohet dhe askush nuk do i heq gëzimin tuaj. Është një ditë e madhe që po vjen. Është ditë ngazëllimi. Edhe Zoti të gëzojë zemrat tona për jetë.
Është e bukur. Është e bukur. Ne do të jemi me shpresë përpara. Prandaj jemi në këtë botë që është kundër, jetojmë në këtë mish, do të durojmë, por duke parë dhëndrin tonë të ardhshëm, duke ditur që një ditë do të marr fund. E dini çfarë? Një njeri i pashpëtuar e di që do vdes, edhe fundi i tij është në varr, edhe di çfarë, kaq mbaron. Por njeriu i rilindur sheh për te varrit. E di pse sheh për te varrit? Sepse dikush më poshtë i varrit. Ai që ne besojmë nuk është një mësues që është në varr, po ai që ne besojmë është një ai që erdhi pagoi për ne dhe u ngrit për të garantuar ngritjen tonë. Gjeni një që është si Jezu Krishti. Nuk ka. Ai është i vetmi. Kushtojnë në rëndësi bindjes, edhe Zoti e përmbledh përsëri, thot bindjes, edhe thot, tani Zoti e ka prap. E qofse lexuat kapitullin 8 e përmend përsëri dhe thot, shikoni si thot, këto janë gjërat që duhet të bëni. I flisni me vërtetësi secilit të afërmit të tij. Në portat të tyre e bëni gjykim me drejtësi, vërtetësi dhe paqe. Vargu 17, askush mos kurdis në zemër të vet ndonjë të keqe kundër të afërmit të vet dhe mos pëlqeni betimin e rrem sepse unë të gjitha këto ju urrej. Ai duke folur përsëri duke kthyer, dëgjoj. Le të them një gjë. Ashtu siç unë jam me ju, silluni me njëri tjetër. Jezusi tha kështu. Askush s'ka dashuri më të madhe se sa kjo se të jap jetë për tjetër, për miqtë vet. Dhe tha ai na quajti miq. Por Bibla thot, siç unë ju kam dashur duheni njëri tjetër. Edhe është e mahnitshme në këtë. Dhe së fundi është fokusohet e marrëdhënia me Perëndin. Vargjet e fundit mbyllen te kërkimi i fytyrës së Zotit. Edhe theksi është marrëdhënia me Zotin. Bëjni atë që Bibla thot me një marrëdhënie të ngushtë me Perëndin. Bëjni atë që Perëndia ju kërkon me një marrëdhënie të ngushtë me Zotin. Ta mbyllim. Pyetja përgjigje me Perëndin. A duhet ta agjëroj? Si ta bëj pjesën time të jetës derisa Jezu Krishti të vijë? Sepse ne jemi shumë pranë mbarimit të tempullit. Kështu e filluam, sepse kështu ishte konteksti. Edhe Zoti thot, analizoni motivin. Pse i bëni gjë? A është për mua? Domethënë për Zotin apo është për veten time? Analizoni brendësinë. Jam nga brenda plot me mirësi dhe mshuri, pa kurdisur të keqen, duke menduar më të mirën për tjetrin, ashtu si Krishti mendon për mua, unë jam çfarë? Jo një det i mbyllur, po jam i gjallë dhe jap dhe përçoj. Perëndia më jep dhe unë përçoj. Në të njëjtën mënyrë si Zoti është plot me hir, ashtu trajtoj të tjerë. Në mënyrë si Zoti është me mua i drejt, ashtu jam me ju. Në mënyrë si mua më jep paqe, ashtu ofroj dhe unë paqe. Kjo nuk do të thotë që është në kurriz të shenjtërisë. Kjo është të kesh karakterin ekuilibruar të Perëndis. I drejt dhe i dashur. I shenjtë dhe i hyrshëm. Analizoni historinë. Sepse di çfarë, vendgjykimi i Krishtit është afër. Ne duam të korrim ato gjëra që kemi mbjell. Edhe nëse mbjellim argjend gur të çmuar, po vjen dita kur ne do të shpërblehemi. Bani fokusit e ardhmja. Ne nuk kemi pa shpresë. Bindja ndaj fjalës së tashme. Çfarë Zoti na flet, le ta bëjmë. Edhe Zoti na gjet ashtu siç Perëndia kërkon, si Ruthi që është në ar. Perëndia na ka dhënë mundësinë që ne të dëgjonim ungjillin të shpëtoheshim nga dikush që erdhi tek ne. Ne do ta bëjmë me një tjetër. Ne do të jemi të zënë me punën e Zotit. Puna e Zotit, cila është e tashme, është të fitojmë shpirtrat edhe të mund të rrisim ata që të bëhen si Jezu Krishti. Kjo është thirrja e Perëndis. Atë prandaj gjatë javës që vjen, prandaj ju lutem të shohim përpara, prandaj kemi atë të mërkur, prandaj vazhdojmë, prandaj kemi shërbime fëmijë të rinj, student, kanë një mision të gjithë individualisht, të gjithë pikërisht, të gjithë të shërbime kemi një qëllim. Si Zoti na shpëtoi, sepse na bëri ambasador. Sikurse Perëndia të pajtonte vet, ai po të përdor ty, atë ka thirrur ty dhe do të përdor ty, pajtohu me Zotin i thua atij tjetër. Sepse Perëndia ka pajtuar botën me veten e vet. Me anë të Jezu Krishtit dhe vuri ndër mua, ndër ju, ndër ne, fjalën e pajtimit. Dhe sikurse Perëndia të këshillonte, ne i këshillojmë ata. Pajtohu me Zotin. Ka vetëm një vend, kryqi. Pajtohu me Zotin. Ka vetëm një mënyrë, Jezusin. Pajtohu me Zotin. Ka vetëm një burim që të la mëkatin tënd, gjaku i Krishtit. Amen.